Keni tradhtin ndaj atyre që keni votuar në 11 maj? Dëgjoj, ti qenë ke një gazetar profesionist edhe bravo qoftë për Kjo mbetet për të parë. Pyetje që ja, seriozisht, unë protestat tona nuk në ndalen. Nuk në ndalen të bashkia, nuk në ndalen të policia, nuk në ndalen në asnjë vend. Ne nuk do të dorëzohemi. Ta menojnë se do të na lodhin, nuk lodhna. Atëherë unë i them allatis për sa i përket forcës politike që ma përmene. Ne nuk jena politike shto. E din shumë mira i zotnia se për cilën forcë politike kena votu ne. Dhe nuk ashtë nevoja ti me i tregu se për ka votoj unë ose ka kam votu. Jo, ju pyeta ndjeni të tradhtuar, nuk ju kërkova llogaritse. Unë ju votoni këtë doni, shqyrë është e lirë. Po pyetja jote është me vend. Pyetja jote është me vend. A u tralltun, pra ne na kanë tralltu, patjetër që na kanë tralltu. Qofshin ata, qofshin këta. Sepse po të ishte partia rregullt, nuk do firmoste diçka e jashtëligjshme. Kjo është masa e qartë. E kuptoj. Dakor, zoti Molla, ne do të jemi dëshmitar dhe sigurisht përcjellës të përpjekjes suaj për të mbrojtur pretendimin tuaj. Sigurisht shpresojmë që e drejta të prevaloj gjithmonë në Shqipëri, po edhe në rastin tuaj fillimisht. Vetëm një koment për banorët. Ato janë banorët e qytetit tem, e bashkisë teme, dhe patjetër që gjithmonë kanë të drejtë të dalin dhe të protestojnë dhe të ushtrojnë minimalisht të drejtën e tyre për të protestuar dhe për t'ju dëgjuar zëri. Dy këshilla live. E para, ju duhet bani një shkresë tek Agjencia Shtetërore e Kadastrës për të vërtetuar historikun e pronësisë. Pra, që nga gjeneza deri që ka ardhur në ditët e sotme e para, e dyta, duhet të kërkoni informacion tek Bashkia Shkodër, sepse Bashkia Shkodër atë zonë e ka zonë natyrore dhe nuk është për zhvillim, ndërkohë që kjo zonë po zhvillohet. Të dyja janë shumë të rëndësishme si banorit dhe jo si antar i ndonjë partie. A mund të përgjigjem lutem? Patjetër. Përgjigjen e gatshme. Atëherë, unë duhet të them se si kam vepruar deri tani. Unë çdo institucion zyrtar të shtetit shqiptar që ndodhet në Shkodër, në Tiranë, unë jam drejtu. Unë i kam marrë, se jam drejtu, i kam marrë dokumentin vërtetim pronësiet nga i nderumi, po e theksoj i nderumi, Arben Selim Kopliku që sot është noter. Është pyetur në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër mbi dokumentin e pronësisë që unë kam paraqitur. Dhe pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër, ai ka dëshmuar të vërtetën mbi firmën që ai ka lëshuar mbi dokumentacionin që unë zotroj tani me vete. Për sa i përket asaj që ti drejtohem padrastës ti zotni që jenë nga Shkodra, ti din shumë mirë se hipoteka në 97 është djegur dhe ti po më thu shko lyp diçka njërit vdekun, ai ka vdek, domethënë janë shtjek, ti e din shumë mirë. Vetëm në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë ju keni një argument dy fish më të fortë për të thënë që kjo gjë ka ndodhur. Pra është në të mirën tuaj ta keni si argument të fortë. Por duhet të theksoj diçka që është shumë e rëndësishme. Prona që kemi mbledhur, regjistri themeltar numër 204, rrallori pronësisë numër 240 që ndodhet sot, nuk është djeg, regjistri. Pra, pronën e kena ble Hamsi Ukajve në bazë të rrallorit numër 480 vitit 1927 dhe kemi transferimin nga është transferu prona me not transkriptimi. Pra, u transkriptua në 35 nga rrallori pronësisë numër 480-27. Pra, e kemi sot që edhe sot, unë e kam këtu, që sot e kam marrë në hipotekën Shkodër. Unë nuk di se çat kem më shumë. Qëndron absolutisht, zoti Molla, faleminderit për kohën tuaj dhe sigurisht do të vazhdojmë kolegët tanë që ndrojnë me ju aty. Ju për kësaj edhe shumë faleminderit që na keni dalë në krah. Me të vërtet, faleminderit. Ne përshëndesim zotrin, kjo është situata. Imeldi kam përshtypjen se edhe vetë Bashkia Shkodër nuk është duke kaluar ditët më të mira. Absolutisht që nuk është duke kaluar ditët më të mira, edhe po thjesht po rrin si zgjatim i qeverisjes qendrore. Po konvergjon me qëra fjala, jemi kështu. Jashtë teme dhe jashtë kohe. Ky Beneti nuk do arrestohet kë? Besoj që po. Në mendimin im është që do të arrestohet. Thjesht ka fitu pak kohë.
Edhe ky me fitim kohë. Ka fitu pak kohë. Gjithë po fitojnë kohë. Gjithë po fitojnë kohë. Ndërsa ne s'kemi më kohë, nuk fitojnë dot kohë nga redaksia e informacionit. Faleminderit shumë Imeli Sokoli edhe për përgjigjet që na solli dhe sqarimin mbi gjithë mes kësaj kakofonie. Bashkë shihemi nesër. Deri atëherë, kujdes pronën edhe se ta marrin.